Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij, është pritur sot në takim nga ministri i çështjeve fetare, thirrjes dhe udhëzimit të Mbretërisë së Arabisë Saudite, Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz Al Sheikh. Gjatë takimit të dy palët diskutuan për tema me interes të ndërsjellë, me theks të veçantë në fushën e çështjeve islame dhe mundësive për thellimin e bashkëpunimit në projekte të përbashkëta. Ministri Al Sheikh përgëzoi përpjekjet e kujdestarit të dy xhamive të shenjta dhe të princit të kurorës në shërbim të islamit dhe muslimanëve anë mban botës, duke përfshirë kujdesin e vazhdueshme për kryerjen e umrës dhe të haxhit. Ai njoftoi Miftiun Tërnava për programet dhe iniciativat ndërkombëtare që ministria po zhvillon me qëllim të forcimit të vlerave të moderuara islame dhe luftimit të ideologjive të gabuara. Nga ana e tij, Miftiu Tërnava shprehu mirënjohjen e tij për Mbretërinë e Arabisë Saudite dhe udhëheqësin e saj, të përfaqësuar nga kujdestari i dy xhamive të shenjta, mbreti Salman bin Abdul Aziz Al Saud dhe princi i kurorës, Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz. Ai vlerësoi përpjekjet e tyre të vazhdueshme në mbështetje të institucioneve fetare dhe popullit të Kosovës, duke theksuar se kjo miqësi dhe bashkëpunim do të mbeten të regjistruara përgjithmonë në historinë e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Miftiu Tërnava gjithashtu përgëzoi ministrin Dr. Abdul Latif Al Sheikh për angazhimin e tij në luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit përmes programeve fetare e intelektuale, nga të cilat ka përfituar edhe Bashkia Islame e Kosovës. Në fund, ai vlerësoi përpjekjet e realizuara nga Ministria e Çështjeve Islame dhe ndikimin e tyre pozitiv në zhvillimin e jetës fetare dhe shpirtërore të besimtarëve në Kosovë.